Ndërhyrja e menjëhershme e forcës së posaçme Shqiponja parandalon për shkallëzimin e një konflikti të dhunshëm, shkeli masën e arrestit në shtëpi dhe kanosi me thik një shtetas, vihet në pranga 36 vjeçari, si rezultati i reagimit të menjëhershëm dhe ndërhyrjes profesionale të shërbimeve të forcës së posaçme Shqiponja. U bë i mundur parandalimi i përshkallëzimit të një konflikti që mund të kishte pasoja të rënda dhe vënia në pranga e shtetasit me iniciale AC, 36 vjeç, banues në lagjen Osman Axhiu në Vlorë. Ky shtetas në lagjen u i ftohtë pas një konflikti për motive të dobta, ka kanosur me mjet prerëstik shtetasin me iniciale AM, 35 vjeç, banues në lagjen Partizani në Vlorë. Nga verifikimet rezultoi se shtetasi me iniciale AC ka thyer masën e sigurimit, arrest në shtëpi, të vendosur nga gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin me iniciale AC për veprat penale, kanosja, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.